Unë e kam një dua të caktuar, një kohë të caktuar, mirë, po nga gjithë ajo, sa të dërgoj salawat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sa të duash. Tha, ja Rasul Allah, 1/4 e asaj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e shton, është edhe më mirë për ty. Tha, gjysmën e saj, ja Rasul Allah. Tha, nëse e shton, është edhe më mirë për ty. 2/3, ja Rasul Allah. Tha, nëse e shton, është edhe më mirë për ty. Tha, ta baj krejt duan, krejt kohën që e kanë caktuar për duan time, ta baj duke dërguar salawat ndaj teje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idhen tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Atëherë Allahu do ta largon pikëllimin. Subhanallah. A don që Allah ta largon pikëllimin? A don që Allah ta largon mërzin? A don që Allah ta qetëson zemrën? Po, veçohu pak dhe thuaj Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad deri në fund disa herë, deri sa do të ndjesh qetësi në zemrën tënde. Wa yughfaru laka dhanbuk, dhe gjithashtu Allahu do t'i fal gjunahet.